Tani, le të diskutojmë për disa prej dëshmitarëve të përmendur në dosjen paraprake të ZPS-s. Njëri prej këtyre dëshmitarëve është Shukri Buja. Ai ka dhënë publikisht dëshmi në çështjen 6. A është e saktë kjo? Përgjigje po, është e saktë. Pyetje. A mund të na thoni se pse ZPS-ja nuk ka kërkuar masa mbrojtëse ndaj këtij dëshmitare? Përgjigje. Një prej arsyeve është që Shukri Buja është një person publik dhe njihet në mbar Kosovën. And is it right that Pyetja, a është e saktë se zoti Buja vet I ka thënë shtypit që ai ka bashkëpunuar me ZPS-n në qershor të 2019-s? Përgjigje po, është e saktë. Pyetje. Tani kërkoj që të paraqitet në ekran dokumenti DHT 120039 viz 00230. So this is a press article. Është një artikull shtypi që mban datën 30 qershor 2019 nga Kosev. Ish kryetari Lipjani të shtirë si I dyshuar me gjykata speciale. A e keni parë këtë artikull më përpara dëshmitar? Përgjigje nuk më kujtohet. Pyetje. Këtu thuhet, po, jam thirrur nga gjykata speciale, më thirrin si I dyshuar. Kam marrë ftesë për 17 korrik në Hag. Ka thënë Buja sipas raportimeve të Gazeta Express. A konfirmon ky artikull që zoti Buja vetë ka bërë publik faktin që do intervistohej si I dyshuar nga ZPS-ja? Përgjigje po, ai konfirmon. Pyetje, faleminderit, kërkoj që të pranohet në prova gjyqësore. Holding nuk kemi kundërshtime. Gjykatësi pranohet si dokument publik. Tani kërkoj sekretarisë të paraqes në ekran dokumentin DHT 120052 viz 00056. So this is a press article. Është një artikull shtypi I datës 18 tetor 2019. Titulli I artikullit është Gjykata Speciale shpeshton ftesat për intervistime. A keni parë më përpara këtë artikull dëshmitar? Përgjigje nuk më kujtohet. Pyetje, të kalojmë pak më poshtë në tekst. Kalojmë tek faqja 53. Bottom. Drejt fundit faqes. You can see how we were. Drejt fundit faqes. Në fund thuhet, sidoqoftë prokuroria e specializuar deri tani ka intervistuar edhe disa nga ish figurat e larta të UÇK-s që pas luftës ishin dhe janë pjesë e skenës politike të Kosovës. Sikur se Rustem. Kalojmë te faqja tjetër. Rustem Mustafa, Samir Ushtaku, Shukri Buja, por edhe kryeministri I detyr Ramush Haradinaj. Dëshmitar, në këtë artikull konfirmohet publikisht që Shukri Buja ishte intervistuar nga ZPS-ja. A është e saktë kjo? Përgjigje po, është e saktë. Pyetje, domethënë bashkëpunimi I tij me ZPS-n dihej që prej vizitës së tij, apo jo? Përgjigje po. Pyetje, kërkoj që të pranohet në prova gjyqësore. Holi nuk kemi kundërshtime, gjykatësi pranohet. Sekretarja, dokumenti me numër RN-ja DHT 120052 deri në 00056 në shqiptar anglisht pranohet në prova gjyqësore dhe do të marrë numrin e provës 1D00024. Klasifikimi është publik. Faleminderit. Menegon, tani do të kaloj tek një tjetër dëshmitar, tek Sokol Bashota. Ai ka thënë dëshmi publike në çështjen 6 apo jo, dëshmitar? Përgjigje po, e saktë. Pyetja. Në deklaratën P168 ju thoni që ai nuk ka pasur masa mbrojtëse apo jo? Përgjigje po. Pyetje, a mund të na thoni sepse ZPS-ja nuk ka kërkuar masa mbrojtëse për këtë dëshmitar? Përgjigje. Një prej arsyeve është që edhe ky person është person I njohur dhe publik në Kosovë. Pyetje, faleminderit. And his prior collaboration. Bashkëpunimi I tij më parëshëm me ZPS-n ka qenë po ashtu publik apo jo? Do të thënë fakti që e ka intervistuar ZPS-ja. Përgjigje po. Pyetje.
I kërkoj sekretarit që paraqes në ekran dokumentin DHT 120000279 deri në 00280. Faleminderit. Ky është një artikull shtypi i datës 18 shtator 2019 nga Kosev, kanali televiziv Kosev. Titulli është Bashota, gjykata e posaçme më ofroi mua një marrëveshje të favorshme për mua për të keqe për Shikon. A e keni lexuar këtë artikull më herët? A keni parë të dëshmitar? Përgjigje nuk më kujtohet. Pyetje. Thuhet që drejtuesi i degës së PDK-s në Klis, Sokol Bashota, u mor në pyetje dje në Hag si i dyshuar, sikurse u vetë deklaruai. A është e saktë që sipas këtij artikulli zoti Bashota i ka thënë shtypit që ai është marrë në pyetje nga ZPS-ja si i dyshuar? Përgjigje po është e saktë. Pyetje kërkoj që të pranohet prova këtij dokument. Holding nuk kemi kundërshtime. Gjykatësi pranohet dokumenti. Sekretarja, dokumenti me numër RN-je DHT 1200279 deri në 00280 do të marrë numrin e provës 1D00025. Klasifikimi është publik. Faleminderit. Now I would like to talk about another witness. Tani dëshiroj të flas për një tjetër dëshmitar, Nureddin Ibishi. Nureddin Ibishi ka dhënë dëshmi publikisht në çështjen 6 apo jo? Përgjigje po. Pyetja, në bazë të dëshmisë që keni dhënë ju, që është tani më e pranuar në prova gjyqësore, ai nuk ka pasur masa mbrojtëse apo jo? Përgjigje po, kjo është e saktë. Pyetje, po pse nuk keni marrë masa mbrojtëse ndaj tij? Përgjigje, një prej arsyeve është sepse zoti Nureddin Ibishi është ashtu një person publik të njohur në Kosovë. Pyetja, a është e saktë që përpara vizitës së diskutuar të 2023-shit, zoti Ibishi ka dhënë dëshmi publikisht përpara DSK-s lidhur me ngjarjet e luftës në një tjetër çështje gjyqësore? Përgjigje po. Pyetje, i kërkoj sekretarit paraqes në ekran dokumentin DHT 1200209 deri në 00212. First figure is DHT 12. Atëherë, të njëherë po e them numrin për sekretaren DHT 1200209 deri në 00212. Jo, është 309 deri në 312. Ju kërkoj ndjesë. So this is a press article. Është një dokument shtypi, një artikull shtypi, me datën 12 prill 2022 nga Index Online. Titulli është Dëshmitari Ibishi, Bia, është ngarkuar me furnizimin e UÇK-s dhe ishte përgjegjëse për aspekte shëndetësore dhe logjistike. A ju kujtohet ky artikull? Përgjigja nuk më kujtohet. Pyetje, mund ta lexoni më tej ku thuhet që Nureddin Ibishi është dëshmitari i 9 i mbrojtjes së Salim Mustafës, që ka dhënë dëshmi përpara trupit gjykues në Hag sot. Ai ka thënë që detyra e bies ishte që të funksiononte në zona urbane, sa i takon aspekteve të furnizimit dhe mbështetjes për furnizim të UÇK-s. Pra, a konfirmon ky artikull që Nureddin Ibishi ka dhënë dëshmi në çështjen 7? Përgjigje po. Pyetje, a është e qartë për juve që ai ka dhënë dëshmi dhe këtë informacion lidhur me dëshminë e tij ka thënë përpara shtypit? Përgjigje po. Pyetje, kërkojmë që dokumenti të pranohet në prova gjyqësore. Halli nuk kemi kundërshtime, gjykatësi pranohet. So this is a press article. Është një artikull shtypi që mban datën 20 tetor 2019 i raportuar nga Reporteri si media. A e keni parë këtë artikull më përpara? Do të thonë thuhet që Nureddin Ibishi intervistohet nga gjykata speciale. E keni parë këtë dokument dëshmitar? Dëshmitari nuk më kujtohet. Pyetje. Këtu thuhet që janë ftuar si dëshmitar
e kam pranuar ftesën, jam ftuar që të jap intervistë në Hag në mes të muajit që vjen. Më datë 14 nëntori, tha Ibishi, reporterit.net. A thuhet në këtë artikull që Nureddin Ibishi vetë ka thënë që do intervistohej nga SPSO-ja dhe jep ditën e intervistës. Është e saktë kjo dëshmitar? Përgjigje po, është e saktë. Pyetje, dua që ky dokument pranohet në prova gjyqësore. Holding nuk kemi kundërshtime. Gjykatësi pranohet dokumenti. A është e saktë që zoti Ibishi ka diskutuar në media ngjarjet rreth luftës? Përgjigje po, është e saktë. Pyetje, i kërkoj sekretarit paraqesën e ekran tani dokumentin DHT 1200 217 deri në 218. So this is an article. Është një artikull i datës 11 dhjetor 2018 nga Telegrafi. Titulli është Ibishi nuk ka pasur lufte klima në zonën operative të Llapit. A keni parë këtë artikull më përpara dëshmitar? Dëshmitari nuk më kujtohet. It says, Në këtë artikull thuhet. I lutem sekretaris kaloj më poshtë në tekst. Në fund thuhet, unë kam qenë një prej projektuesve të programeve të ushtarëve të rinj, sepse kemi filluar me ushtarë që nuk kanë pasur njohuri ushtarake dhe nuk kanë pasur kontakt me armët. Kemi respektuar konventat e luftës dhe 2 protokollet e shtetit të 1972-shit. Të kalojmë në fund të kësaj faqe. Në fund të faqes thuhet Human Rights ose drejtat e njeriut se 4 konventet e Gjenevës, 2 protokollet e shtetit janë respektuar në zonën operative të Llapit. E them me përgjegjësi të plotë që persona që janë ndaluar dhe liruar pas disa ditës janë trajtuar dhe janë trajtuar pra me kushtet e ndalimit të cilat kanë qenë të njëjta si për ushtarët edhe për popullatën e gjerë. A është e saktë që zoti Ibishi ka shpjeguar rolet e veta si dhe konventat e Gjenevës dhe detyrimet që rrjedhin prej saj? A është e qartë kjo dhe e thuhet kjo këtu dëshmitar? Dëshmitari po. Pyetje, këto i ka diskutuar publikusht para se sa të vinte tjetër dëshmi në çështjen 6 apo jo? Përgjigje po, është e saktë. Pyetje, në rregull, duhet që të kërkoj pranimin e këtij dokumenti. Holding nuk kemi kundërshtim, gjykatësi pranohet. Sekretarja, dokumenti me numër RN-ja DHT 1200-370 deri në 318 do të marrë numrin e provës 1D00029. Dokumenti klasifikohet si publik. Faleminderit. so Mr. Witness, would it be fair to... Dëshmitar, a do ishte drejt të thuhej se qëllimi i dëshmisë së tij të menduar në çështjen 6 ka qenë në domenin në sferën publike përpara se ai të vinte të jepte dëshmi? Përgjigje po, është drejt. Me negon, faleminderit, nuk kam pyetje të tjera. Ju falenderoj shumë dëshmitar. Dëshmitari, ju falenderoj dhe unë ju. Before we start with the next, Gjykatësi. Përpara se të vazhdojmë me dëshmitarin e radhës, do i kërkoja ekipeve të mbrojtjes më thonë se sa planifikojnë që të përdorin për të marrë në pyetje këtë dëshmitar që kemi aktualisht. RIS deri në 1 orë, sikur se kam thënë më përpara, ndoshta nuk e përdor 1 orë të plot, po këtë planifikoj tani. Zoti Young edhe unë 1 orë planifikoj, gjykatësi zoti Edwards 5 deri në 10 minuta maksimumi, gjykatësi zoti mbrojtja tjetër zoti Admiral nuk kemi pyetje të tjerë, nuk kemi pyetje për këtë dëshmitar. Gjykatësi, duke marrë parasysh këtë, besoj që dëshmitari 8 të fillojë nesër. Kështu që do bëjmë pushimin deri në orën 1:30. Po përpara se ta bëjmë këtë gjë, dëshiroj që dëshmitari të dalë nga salla. Holding, doje të thoje 2:30 apo 1:30 gjykatës, se plani është që të kemi pushim të plotë deri në 2:30. Gjykatësi po, keni të drejtë, thash gabim, deri në 2:30. Zoti Edwards, doni thoni diçka? Edwards. Shkurtimisht, duhet ju pyes në qoftë se mund të planifikoni disa minuta drejt fundit të seancës sot, në mënyrë të tillë që të diskutojmë
lidhur me lirimin me kusht të akuzuarve. Thjesht dua që ta diskutojmë këtë që s'është e mundur. Gjykatësi po patjetër.